pra po them opozita në mungesë të kauzave, po ndërton kësi lloj narrativash që po përpiqet të bëjë si opozitarizëm. Ndërkaq kur jemi tek temat sa përket opozitës dhe kritikave, një përplasje pati dje, në fakt kjo përplasje ka vazhduar për ditë të tëra sa i përket riparimit të vagonëve në Serbi. Pra është një çështje që ngjalli shumë kritika sepse dërgohen, pastaj pati reagime edhe nga ministri Aris Vanolli. Pra si keni parë përgjithsisht reagimet e opozitës sa i përket riparimit të vagonëve në Serbi, pra që patën shumë kritika sa i përket kësaj çështje. Besoj që opinioni publik ka mund ta përcjellë edhe qëndrimin e ministrës, por edhe të ndërmarrjes në raport me krejt procesin e riparimit të vagonëve. Janë dy çështje që mendoj që është tepër e rëndësishme të theksohen në këtë situatë. Çështja e parë ka të bëjë me faktin se procesi i riparimit është një proces i tenderimit i cili është i rregulluar komplet me ligj. Mënyra se si shkon kompania e cila përfiton për zgjidhjet. Tani ndërhyrja në atë proces është shkelje ligjore. Po të ndërhynte dikush nga qoftë deputetët, qoftë nga qeveria, do të përbënte një shkelje ligjore. Ai është një proces që ka sqaruar plotësisht ndërmarrja, e keni parë. E në anën tjetër, edhe një herë u vnu në pa ky elementi i dyftërsisë nga ana e akuzave që i bënin ata në raport me këtë proces, sepse ministria prezantoi fakte se si ky proces ka filluar më herët. Edhe se si ka rrjedh edhe më herët pikërisht nga ata të cilët e denoncojnë. Por kritikat e tyre qëndrojnë tek fakti se lëvizjave vendosje në vazhdimsi ka thënë që është kundër çdo marrëveshje, mund të themi ose çdo kontrate në Këtë kontratë nuk e ka bërë lëvizjave vendosje. Këtë kontratë nuk e ka bërë ministria. Por po vazhdohet një kontratë që ka qenë më herët. Nuk e ka bërë ministria. Këtë kontratë e ka bërë një ndërmarrje private. Siç keni mundur ta shihni nga sqarimi të cilin e ka bërë ndërmarrja publike. Pra, kjo kontratë nuk ka të bëjë me lëvizjen vendosje, kjo është bërë nga një kompani private, edhe të gjitha detajet e tjera janë të publikuara nga ndërmarrja edhe kanë qenë publike për të gjithë opinionin publik. Në këtë drejtim, unë mendoj prapë që këto janë tema të cilat po tentojnë të ndërtojnë një narrativ e cila po synon të mvishet lëvizjes vetëvendosje për të ikur në fakt përgjegjësisë që e kemi aktualisht, e përgjegjësia që e kemi aktualisht si subjekte politike është të ulemi, të bëjmë një marrëveshje politike, ta zgjedhim presidentin e vendit, edhe tutje të vazhdojmë me të gjitha tema ditore, sepse me faktin që zgjidhet presidenti dhe është një post konsensual, kjo nuk do të thotë që kuvendi nuk do të vazhdojë të ketë pozitën dhe opozitën, dhe nuk do të vazhdojmë të diskutojmë për të gjitha çështjet e përditshme për cilat preokupohemi si deputet apo si qytetarë të Republikës Kosovës. Aktualisht, kjo është sfida më e madhe. Partive politike dhe këtu pritet të tregohet edhe maturi edhe pjekuri. Ndërkaq do të kalojmë në një temë tjetër, pra më konkretisht tek Kura e Ibrit, pra ju jeni edhe nga Mitrovica natyrisht dhe ishini nga afër zhvillimet atje. Ka pasur sot